Mbarvajtja e sezonit turistik ishte në fokus të një takimi të zhvilluar në Lezhë me task forcën vendore të ngritur për këtë qëllim, në prani të zëvendës ministrit të brendshëm Xhemal Çefalia dhe zëvendës ministres së turizmit Marinela Prifti. Gjatë fjalës së tyre ata kërkuan angazhim maksimal nga të gjitha strukturat përgjegjëse. Të gjitha institucionet duhet të jenë bashkëveprus. Unë mora vetëm pak shënim nga fjala që tha prefekti lidhur me OSHE-n apo problemet pastrimit apo problemet e koordinimit fluksit të madh të vizituesve dhe vizitorëve që vinë në qarkun e Lezhës, roli i policisë, koordinimi midis policisë bashkiake, policisë së shtetit, pra një sër faktorësh të cilët duhet koordinojnë dhe të alternojnë me njëri tjetrin. Duhet kemi një vëmendje të shtuar për sigurinë ndaj vizitorit, sepse sigurisht ne kërkojmë rritje të shifrave, por këto rritje të shifrave i kërkojmë në mënyrë të qëndrueshme dhe që këto shifra të rriten në mënyrë të qëndrueshme, duhet që t'i japim vizitorit, turistit një siguri maksimale, siguri fizike, siguri ushqimore. Kryetari i Bashkisë Lezhë Pierindreu shpreh se është ngritur një grup pune që do inspektojë të gjitha stacionet e plazhit, ndërsa drejtuesit e institucioneve tjera prezantuan masat e marra për përballimin e fluksit të turistëve dhe garantimin e standardeve të kërkuara gjatë sezonit. Kemi ngritur një grup pune me cilin ne po operojmë. Ajo që duhet thonë janë 80% e territorit janë publik. Pa që themi qartë. Nga këto 80%, vetëm 14% e ka Lezhë Invest. Pra kemi marrë ne në zotërim për arsye sepse disa plazhe publike duhet të jenë me kushte të tjera, jo me zero. Nuk duket korrekt që të vish një institucion dhe mos të bashkëpunoje me institucion tjetër. Është më tepër kur bashkia është përgjegjëse drejt për drejt për gjithë territorin për hapësirën publike dhe është në fundit ne kemi marrë edhe përgjegjësinë e kësaj dhe ma merr mendja që vjet jo kemi qenë model, por ka funksionuar shumë mirë dhe si vjet nuk ka gjasa që të funksionojë keq. Kemi bërë grupet përbashkëta, policisë shtetit me bashkinë, krimin ekonomik, dëshmojnë palishmërit, por gjithmonë në rakordim me njëri tjetrin duke pasur prioriteti kryesor është mbarvajtja e turizmit dhe eliminimi i gjithë problematikave. Tani para 4 ditësh është bë hera e tretë, kështu që kam përshtypjen që 10 ditëshin tjetër ka për të pas një minimizim total të mushkonjave. Ne përveç kësaj duke marrë në konsiderat problematikat që ka pas sezoni, diskutimet, ne kemi diskutuar me operatorin që të dalim si thosh përtej le të themi kontratës së zakonshme me suport të dyanshëm midis institucionit tonë dhe operatorit. Gjatë takimit u diskutuan masat për garantimin e sigurisë publike, menaxhimin e trafikut rrugor, pastërtinë, mbrojtjen e mjedisit si dhe ofrimin e shërbimeve cilësore në zonat turistike, me qëllim krijimin e një sezoni të suksesshëm dhe të sigurt për vizitorët.